Merrni aloe vera në shtëpi dhe e përdorni në këtë mënyrë. Nuk do vuani kurrë nga këto 3 probleme. Gjeli mrekullueshëm që mbush gjethen e bimës aloe verës është plot me vitamina të cilat mund të trajtojnë një sër problemesh të organizmit. Në këtë video, sipas Brightside, do të mësoni se si të shfrytëzoni bimën duke nisur nga pickimet e insekteve deri te shëndeti i flokëve dhe përmirësimi i organizmit. Gjeli aloe verës mund të përdoret si ushqim për lëkurën. Gjeli i gjetheve të aloe verës ofron një alternativë natyrale për ushqyerjen e lëkurës me vitamina A. Megjithatë, nëse e përdorni shpesh, ajo mund të irritojë lëkurën dhe ta përthajë atë. Këshillohet që ta përdorni të paktën një herë në ditë, është më se mjaftueshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Gjeli aloe verës mund të ofrojë një zbutje më të mirë për flokun. Gjelin e aloe verës mund ta përdorni edhe për të zbutur flokët. Pas larjes, lyeni flokun me gjelin në brendësi të gjetheve dhe e mbani për 5 minuta. Shpëlajeni me ujë të ngrohtë dhe do të zbuloni se floku juaj do të bëhet më i butë dhe më i shkrifët. Aloe vera u jep flokëve më shumë ushqyes të dobishëm edhe për rritjen e tyre. Gjeli aloe verës mund të përdoret gjithashtu kundër problemit të akneve. Aloe vera ndihmon kundër akneve duke eliminuar inflamacionin, skuqjen dhe bakteriet. Gjeli mund të përdoret si një maskë, megjithatë nëse keni fytyrë të ndjeshme, duhet të bëni një test paraprak duke vendosur pak gjel në zonën e parakrahut. Nëse lëkura irritohet, mbase jeni alergjik ndaj xhelit. Aloe vera mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në luftën kundër zbokthit. Përdorimi i rregullt i aloe verës në flokë është shumë efikas në eliminimin e zbokthit. Dermatologët rekomandojnë përdorimin e xhelit në mënyrë të rregullt duke aplikuar direkt në zonën e skalpit. Kundër të djegurave. Gjeli aloe verës është shumë efikas kundër të djegurave të gradës së parë dhe asaj të dytë, sidomos edhe të djegurave të lëkurës nga dielli. Është efikas dhe shumë i lehtë sesa kremrat industrial. Gjeli aloe verës mund të përdoret për heqjen e makjazhit. Kombinimi i lëngut të limonit me vajin ekstra të pastër të ullirit është një alternativë natyrale në heqjen e makjazheve. Kombinimi i aloe verës me vaj ulliri mund të jetë një kombinim i butë për lëkurën, nuk e irriton dhe rigjallëron atë. Aloe vera është një produkt shumë i mirë kundër të djegurave nga dielli. Gjeli aloe verës është shumë freskues për lëkurën. Ai qetëson dhe zbut lëkurën e djegur nga dielli, por edhe ushqen atë në thatësi. Është i mirë kundër pickimit të insekteve. Pickimet e mushkonjave janë të sikletshme. Nëse lyeni zonën me gjelin e bimës, jo vetëm që nuk do të keni kruajtje, por edhe as entje dhe problemeve të ngjashme. Aloe vera është një zgjidhje shumë e mirë kundër inflamacioneve. Bima aloe verës përmban çuditërisht nivele të larta të antioksidantëve. Këto të fundit luftojnë radikalet e lira në trupin tuaj, duke i neutralizuar dhe duke parandaluar që të rëndoni më tepër komplikacionet. Mosha e bimës së aloe verës po ashtu ka rëndësi të mirë në luftën që ajo bën kundër radikaleve të lira. Sa më e vjetër të jetë bima aloe verës, aq më e dobishme është ajo në mbrojtjen e shëndetit tuaj, citojnë studimet. Aloe vera gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë edhe për tretjen e shëndetshme. Aloe vera përmban 8 lloje të ndryshme të enzimave, që bëjnë mrekulli gjithashtu edhe për sistemin tuaj tretës. Enzimat e saj ndihmojnë edhe në coptëzimin e sheqerit dhe të yndyrnave, të cilat shkaktojnë probleme me tretjen. Aloe vera përmban gjithashtu edhe përbërës thelbësor. A i dini se aloe vera përmban 19 nga 20 aminoacide natyrale që kërkon trupi i njeriut. Trupi ynë prodhon vetëm 12 nga këto aminoacide të domosdoshme. Të tjera mund të merren përmes konsumit të pijeve dhe ushqimit. Aloe vera ndihmon në shkëlqimin e lëkurës. Të gjithë kemi dëgjuar për mrekullinë që bën uji mineral në make-up, por ju mund të mos e dini se aloe vera mund të ofrojë gjithashtu zgjidhje të mira natyrale kundër këtyre shqetësimeve. Mineralet kyçe siç është kalciumi, kromi, bakri, hekuri, magnezi, mangani, fosfori dhe natriumi të aloe vera e bëjnë atë një zgjedhje të përkryer kundër problemeve të lëkurës dhe rigjenerimin e tyre. Ndaj sigurohuni të përdorni aloe vera në mënyrë të rregullt dhe kështu do të keni rezultate fantastike kundër këtyre shqetësimeve. Aloe vera gjithashtu është një zgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe në betejën kundër problemit të akneve.
Për shkak të përmbajtjes së mineraleve, një prej të cilave është edhe zinku, i cili ka rol kryesor në produktet e bukurisë, aloe vera mund t'ju ndihmojë në zhdukjen e akneve. Zinku redukton gjithashtu edhe në mënyrë natyrore prodhimet e dëmshme të lëkurës, duke sjellë rezultate të kënaqshme në çdo aspekt. Disa studime këshillojnë që të përdorni atë në mënyrë të rregullt dhe të kujdesshme për të evituar kështu edhe komplikacionet e tyre. Aloe vera mund të përdoret për rregullimin e lëkurës gjatë dëmtimit të qelizave, duke sjellë kështu rezultate konkrete pozitive kundër këtyre shqetësimeve. I ftohti shpesh mund të shkaktojë edhe komplikacione në hapjen e pjesëve të ndryshme të lëkurës, të cilat mund të krijojnë shqetësime të njëpasnjëshme edhe në irritimin e gjendjeve tuaja të lëkurës. Fillimisht lëkura do të skuqet, pastaj do të krijojë edhe formime të lëngshme. Ndaj nëse doni ta përdorni me kujdes, tregoni të vëmendshëm për ta përdorur atë si duhet, citoi studimi. Aloe vera mund të përdoret si një zgjidhje mjaft e mirë anti-inflamatore kundër komplikacioneve, ndaj mund ta përdorni me patjetër në dietën tuaj. Gjithashtu ajo mund të përdoret edhe për rritjen më të shëndetshme të flokut. Aloe vera do të ndihmojë në rritjen e shëndetshme të flokut për shkak të elementeve që nxisin qarkullimin e gjakut në skalpin e kokës. Enzimat përbërëse të saj japin aloe verës mundësinë që të jetë shumë e dobishme në balancimin e pH-it të kokës dhe gjithashtu në reduktimin e këtyre komplikacioneve. Aloe vera është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe në betejën kundër sheqerit të lartë në trup. Diabeti është një çrregullim i metabolizmit i cili mund të ndikojë gjithashtu në luhatjen e karbohidrateve të karakterizuara nga sekretimi i insulinës. Për këtë shkak, shkaqet, simptomat dhe trajtimi variojnë dhe duhet të vëzhgohen me kujdes nga mjeku përkatës. Është e rëndësishme që aloe verën ta keni pjesë të dietave tuaja. Ajo mund të ofrojë shumë zgjidhje të mira natyrale. Ajo është e pasur me vitamina dhe minerale të cilat mund të bëjnë ndryshime rrënjësore për dietën tuaj. Aloe vera përmban një sër vitaminash që kanë veprime si antioksidant, përfshirë vitaminën A, vitaminën C dhe E, të cilat ndihmojnë në mbrojtjen e trupit nga stresi oksidativ. Gjithashtu përmbajnë edhe minerale të rëndësishme siç është kalciumi, kromi, bakri dhe hekuri, mangani, gjithashtu edhe zinku. Aloe vera mund të përdoret si një ndihmë lehtësuese kundër komplikacioneve siç është edhe kapsllëku. Për shkak të efekteve të tyre laksative, lëngu i aloe verës mund të ndihmojë në përmirësimin e lëvizjeve të zorëve dhe lehtësimin e kapsllëkut. Megjithatë, nuk duhet të përdoret gjithmonë si një zgjedhje afatgjatë, por të përdoret me kujdes në dietën tuaj do të jetë një mburojë e shkëlqyer në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Aloe vera mund të përdoret gjithashtu edhe për të rritur përfitimet e shëndetit të lëkurës. Sipas Cleveland Clinic, dehidratimi mund të jetë shkatrimtar i akneve, duke ndihmuar në hidratimin nga brenda. Lëngu i aloe verës mund të përmirësojë gjithashtu gjendjen tuaj të lëkurës, do ta bëjë atë më të shëndritshme dhe mbi të gjitha edhe më të shëndetshme. Aloe vera mund të ndihmojë gjithashtu edhe kundër problemit të luhatjeve të sheqerit në trupin tuaj. Një studim i vitit 2015 tregoi se përdorimi i ekstraktit të aloe verës te personat prediabetik ndihmoi në uljen e ndjeshme të sheqerit në gjak brenda 4 javëve pas trajtimit të rregullt të këtij produkti. Aloe vera ka veti të mira anti-inflamatore që mund të japin rezultate fantastike edhe në betejën kundër këtyre shqetësimeve, citoi eksperti. Vitamina C, vitamina E në aloe vera do të funksionojnë si antioksidant, të cilët do të ndihmojnë në reduktimin e problemit të inflamacionit dhe do të sjellin rezultate përkatëse shumë të mira për shëndetin. Aloe vera mund të përdoret gjithashtu edhe si një zgjedhje efektive edhe kundër komplikacioneve të sistemit imunitar. Falëpërmbajtjes së vitaminës C ndihmon në rritjen e vlerave të sistemit imunitar dhe ndihmon gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Aloe vera mund të ndihmojë edhe në luftën kundër refluksit në organizëm. Vëmendje: ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.